Po filloj me trajtimin e temës dhe po filloj nga ti. Çfarë mendimi ke? Mendon që në shkollën tonë ka bullizëm? Po, në shkollën tonë ka bullizëm jashtë mase, dhe në çdo rast, çdo najna të mundu që mendojt këtë bullizëm me lëjër dhe ja të gjë. Me trajtimin e temës. Rajana, a e ndjerë ti ndonjëherë në shkollë ose në klasë në përgjithësi, a e ndjerë ndonjëherë bullizuar? Në klasë nuk jam ndjerë kohë, për në shkollë u kam bullizu për syzët që i kanë tarë, për syzët janë veç një mjetë më shumë. Ti, Erlisa, çfarë mendimi ke? Cilat janë metodat më të mira për me largu bullizmin në shkollën tonë? Për mendimin tim, bullizmi nuk është hajgare. Sidomos në shkollën tonë, bullizmi është përhap shumë, edhe për me ndalë, kemi edhe në shkollën tonë, kemi edhe psikologën, e cila na ndihmon neve për mundje e qetësum, për mundje gjithmona qetëson edhe bashkëpunon me neve që për me ndalu bullizmin. Edhe shpresoj që do të kemi me ndalu së shpejti, së bashku në po. Ti, Enea, çfarë mendimi ke? A mendon që ndikojnë domethënë psikologu, pedagogu të na në shkollë për çështjen e bullizmit? Po, sepse nuk e di, në një farë forme mund të edhe na qetësoj. Do të thonë edhe nuk du më shumë e marra për vetës. Po, unë për këtë pjesë unë po kundërshtoj, se për shembull kam pa që edhe për me qetësu, po, ka pas raste që edhe mua më kanë qetësu, por ndikeq. Po unë nuk mendoj që në gjeneratën tonë po ndikon pedagogu dhe psikologu se prapë po vazhdon e njëjta. Domethënë ka shumë vite që bullizmi është i përhapur në shkollën tonë, po shumë shpesh po e shoh që veç po vazhdon në përkeqësu edhe nuk është që ka shumë rrallë raste që panimesh në ndalu bullizmin. Në shumicën e rasteve veç ka vazhdu. Edhe mendoj që duhet domethënë në mënyrë urgjente më marr masa. Edhe përnimën me bëtë diçka që mund me ndryshu këtë pjesë. Edhe unë jam sigurisht edhe unë, se ka ndodhur shumë raste që kur nuk ndaj bullizmi. Po, tash secili prej juve çfarë mendimi keni? A ka në një pjesë, secili prej juve të më tregojë se në një pjesë ku ju jeni ndi bullizëm? Tu fillu pite Erlisa. Unë shumë shpesh, po ka të gjithmonë ju ndi unë e bullizuar, se ka njerëz që nuk e kuptojnë qysh nuk e kuptojnë çfarë ndjenje është kur dikush e bullizon. Sidomos te unë kom pasur në shumë kam bullizu, po ja kom ndal. Po në përqenë që ti ke reagu vet, nuk e prit me marr masa dikush tjetër. Ti Rushdi, a e ndi ndonjëherë bullizuar në klasë këm? Ndi. Shumë mirë, po nëse ti nuk e ndi bullizuar, a e kupton ndjenjën të qenërit i bullizuar? Po kuptoj, sepse sjell probleme. Okej, ti Enea, a jeni ndonjëherë e bullizuar në shkollë, në klasë, në përgjithësi? Nuk më kanë bullizu, po për shkak të 25 peshës që kam që më ndoshta e dopt. Kuptoj për këtë pjesë. Ti Andora? Prej klasës ju, mësa të tjera klasa pa ka ndodhur shumë herë, po apet nuk i fundon në gjithmonë por se e marrë Po. Ti Raja? Zesë dhe shfarë, zesë dhe mund ka bullizu shumë klasë ndonjëherë, vetëm, për jashtë klasës shumë, a më në gjithë më fojtë të ndajë, se unë e majtë e pak. Ti Raja? Po, jam bullizuar, po nuk është që ku marrë shumë parasysh se prej personit në të cilin jam bullizme, unë nuk prek ta shoh se spari duhet me shiku na vete dhe mandej me fojt për tjerë. Nuk është askush perfekt. E marrë parasysh, po. Po e marrë edhe unë fjallën. Nuk është pjesa që unë jam ndjerë e bullizuar. Kështu do më thonë, më në bullizu dikush saj përkat peshës. Po është pjesa që nuk ka pas shumë shoqni. Tash kam arrit me kriju. Jo nuk i besoj gjithë, po disave po. Jam bullizu për pjesën që pse je kaq me madhe kur askush nuk më jep me të vërtetë se si jam. Për këtë pjesë i kisha sugjeru çdo moshatar tem që nëse sheh këtë podcast ose këtë bashkëbisedim që largoni pjesës jo është mendje madh, nuk është pesha,
mosha, gjatësia, largoni kësaj pjesës se të një meftë i bëni dëm njëri tjetrit, edhe askush s'përfiton asgjë i kësaj. Edhe unë çdo herë polizoha për datësinë time dhe për shtysat që i ka. Besoj që secili prej neve këtu paktën një herë e ka një fjalë që ka për veten. Edhe tash si do të thonë që jam pak më e madhe ku tregoj që fjalët që do të thonë unë më ndi për veten pi dikujt, mos i besoni se një herë më ka thënë psikologja një fjalë dhe vazhdoj me e majt mend, do të thonë ka zënë vend në kokën time. Pa e pa diçka me sytë tu, pa ndi me veshët tu për ati personi, asnjëherë mos e besoni. Se fjalët e këqija vijnë për njerit që nuk mundet me u po si jo, nuk mundet me kon si jo, edhe njerit që nuk e do të mirën edhe ka xhelosi ndaj jush. Ka shumë shoqëri që i vjen i rati për edhe shpallë fjalë. Do të thonë asnjëherë mos e besoni fjalëve pa i dëgju vetë ose pa i pa ju vetë. Po, unë nuk kam pas asnjë shoqëni shumë, po kohën e fundit e kam arritur në vo shoqëni, ama shoqëni vërtet. E vlerësuar për shoqënisë të kam qekur, ama e kom pa që njëri që ma ka bërë bullizme gjithmonë kom thonë hajtë se do një ditë ka me fa mu që ka më kohë shumë ma najtë këta atyve që kanë me fa muë. Nuk ka me marrë parasysh në kohë. Do të thonë ai që bullizon i fiton asgjë. Dhe kur e konti e të vëllisuar ma filër ju që e parfis pjesë. Do të thonë gjithmonë është pjesa që mendon mos më shtapën shumë të e bëjë dhe bullizona, do të thonë çka nëse më bullizojnë nëse e bëj këtë ose çka nëse më bullizojnë nëse unë ndryshoj. Edhe do të thonë asnjëherë mos ndryshoni për shkak të bullizimit. Rrini si jeni se s'ka përfitim. Veç ai që bullizon do të thonë ai ju veç ngrit në manart. Po edhe une ju ndjeje bullizueshme sidomos te pesha, se une nuk është që tash ja kom njerëz të mbullizon mua, pi klasës kam që ka njerëz që më kanë bo mu ndje keq, edhe se s'kam qef klasën time në qitë poshtë, në kam qef gjithmonë ata mi po, sa ma nalt, ishala ata njëtën kanë sukses. S'kam fjallë, dhe ishala gjithmonë kanë me arrit ëndrën e vetë. Edhe se mua më kanë bo mundje keq, une nuk foli keq për ata. Po, është pjesa që edhe sado që dikush lëndon ose të fynë me fjalë, ti apet e ki një zemër të pastër që nuk ja do të keq në askujt. Po, edhe une nuk është që thashë në fillim, nuk ja kom nis prej tashit. Une pikur kom qenë moshën 4 vjeçare, une prej atare bullizëm që të des kom pas. Nuk ka pas ditë që nuk më kanë bo mundje mua e keq. Po, si të kanë diku kjo Ergis? Te une, njëherë te një moshën prej 4 vjetë, te një moshën 9 vjetë, nuk më ka interesu shumë, nuk e kom marrë katë vetës. Ati, i thesha në të folin, qatë nuk e di pse me fol keq për dikon, edhe se kam ditë se unë e shembull, kur kum dashtë me bullizu, edhe kam tonë të njëherë që ja kum këthy, po unë ta natë nuk kum mujtë ofre, disa ju ja kum nuk kum kërku falje, nuk kum mujtë mund tjera hatë, që shi thash ashtu, se i thash kështu, s'ka mujtë mund tjera hatë. Edhe nëse me një konë thëmë falj. Është edhe pjesa që kur të bëm dikush me më dikeq në shunat të mund në hipë edhe kontrolën edhe mund me folë diçka që kur qëtësohësh i bjem pishman që e ki thonë. Pa, edhe më shumë të pse a thash. Për më ka pas shumë rast, do me thonë, më kanë thonë fjallë, do me thonë, kanë ndaj për kontrole, kanë thonë diçka që kur jam qëtësu masanej i kum rapi shmang që kum thonë atë fjallë, për shumë, më njëherë kam shku edhe kanë kërku falje, i kum thonë i falj, po në zere për kontrolës edhe nuk mu ta me më mbajtë më. Dhe më vjen një natë, kur shpike fjallës, për shembull, shoku ose shoqja, dhe shpik fjallë për para dikujt, për para se vetë, dhe ata nuk i besoj ty për e beson ata. Mua për vetë nuk ma nuk më intereso me shpik fjallë për mu, edhe kur a shaf që shpike fjallë për shoqën e tema shumë, do vjen një natë. Po, edhe është pjesa që për shembull askush nuk e di rrethin tënd, edhe nëse ti rri me një njeri edhe ai fol keq për dikë që ti e ke në rreth, domethënë më të ngushtë, është pjesa që ti më njëherë e merr afër zemrës edhe reagon. Qysh kishni reagu ju nëse kishni pa këtë? Në shoqërinë e ju, për shembull. Unë, edhe ti shakot o dhe, me
kisha shku e kisha mbrojt se e di që shtijet se më ndodhë çdo ditë, po e ka nisë më ndodhë pak. Edhe ka ndodhë edhe në shoqëri teme me ndodhë, edhe sa i ku mbrojt nuk e ku ndonë se në lisë që është ndihet çfarë ndenje e keqe është. Edhe pse edhe ata kanë ndëllëzu mua, nuk i beta shumë në shku mja këthy. Okej, kaloja. Lira marrë mirë shënjërime. Po, edhe më person, edhe ta ka ndodhë edhe në shoqëri teme që e kanë ndëllëzu një shokon tem, edhe më ka ardhë keq, se kur e shifsha të kajt, më dhe ke shumë se ku përjetu vetë, edhe kur e disha qysh ajo është unë ndje, ato e kanë ndëllëzu tepër, më ka dhinë shumë nuk e di qysh muj me shprej, dhinë të teme për atë, qarë këm batë, çdo ditë kur ka ardhë në shkollë, kryen të poshtë edhe diçka kajt. Edhe s'ka shpesa që edhe kur ti e vetë i bullizon e kupton që është një tjetër edhe më thonë prekësh pra. Edhe disa kanë qetësu, shumë ka pas hoxhat, qatë qërë që e kanë bu mundje keq, edhe se di qësh, shembull, unë e tash me shaj dikona, me bullizu dikona, nuk e di qësh një rahat, unë e s'me më dhira, nuk e di e bullizu se që bullizon dikon qësh një jetë rahat, qësh mund të me jetu vetën e jetën e vaj. Po. Si qysh e ka që Lisa në fillim bullizmin nuk është hajgale. Tash shumë njerëz kur bullizon ndjen shumë vetë se një fjallë që thua nuk mund t'ish me këthy mbrapa. Edhe me kalimin e kohës se kom drejt shumë edhe nëse e mërndi këshillën teme, si shoqen e juaj parasysh, dine se kërë kosh nuk kam me ja dasht ju vetë mirën kur njetën e jujt. Edhe veç ju kisha thonë me dhejt vetën se çdo rast, çdo send, apet kam me këthy aftëm. Po. Dhe mu e një herë, është e këndit e njëf një gjallë edhe mua të shtu shpik fjallë për mu, a më thua për falë të të bulliz të e, edhe thua ka njësë me qajtë shumë ka keq edhe pëse nuk e thua atë njerëvi se shumë ka shpik fjallë kështu ka po. Po, edhe një pytja, çfarë mendimi keni për, domethënë, llojin e bullizmit që tash ka filluar të shfaqet, domethënë, bullizmi kibernetik, bullizmi social, në rrjetet sociale që përnu. Çfarë mendimi keni për këtë? Unë kam edhe në keq se shumë vjerës qanë një të natë dhe të më me heka të apikryës, ku me ditë sa dhe familje vetë, dhe me thonë, më nuhën në ndalë edhe, apo së është me jetu, që më kërë nuk hekët ajo. Edhe a i marë me të një falë që e në të kujtuot pëse, shë i këmbo, edhe pa, edhe ka shumë më e bulizimet, si për shembull gjatësia, fesha, dikush jo shumë keq dhe unë rejse shumë njësa një keq dhe jo i mirë. Të vetëm e se bullizmi social është shumë i keq se kështu me ta thonë parasyve, se çdo njeri e do të vërtetën, nuk ka qaf kujkosh me kënjy ose diçka tjetër, se social ta thu, ama nuk mujtë të mos me ditë kërkosh se kush je, edhe ki qaf me ta dhënë sy që me ditë që atë person mos me qenë bashkë me ata mësar, se shumë njerëz që i ki shok që vinë me ty ditë e natë, një ditë kanë me të këthy, adin kanë me ta këthy shpite dhe s'kanë me mendu kur përpin. Dhe është e keqe se dikush me ndu të përmyt vetën prej bullizë. Po, kjo kështu. Që ka këto shumë problema. Këtu të ne, me shërë, nuk është që e kam farë këtë si dukuri, po në shtetet tjera, sidomos në Amerikë, të në Angli, do me thonë në Gjermani. E marrë parasysh, fiksu. Ka pas shumë raste që kam pas që edhe e kanë njët vetën për këti, edhe dhe më thonë, është isem shumë, është në ndodhi shumë preksa, që qëfar dhe më thonë, që si ndjen familja jote, dhe më thonë, a e bojnë mend njerëzit që bullizon që bullizimi ka dhe etapa, edhe mund në shku diri këte vdekja. Qysh një anien keq ata, kur e bojnë mend që kam familje, edhe qysh njët familja të me këta shofen që fjallën qdo dit e po përkitësot, një thonë përkitësot gjendja. Edhe kur ta shofe familja që ti më nuk je, une në mytë vetë në këtë bullizmet është shumë keq, edhe pse kam bërë shumë herë, veç kur shofe familja jote që si në sot. Une nuk e mja dhe shoqëritja, a keni bullizu ju dhe një herë, edhe pse ju e në rjek bullizuar, unë me dhe se as kësh për neve dhe një herë nuk ka bëve, bebe se as kësh u fresh perfekt. Unë për vete po them kam bullizu, edhe do shta qysh kenarën që të ko, prej bullizmin që më vojnë muone, apet këmë në përgju, se sa herë që te bullizon t'i kanë, që njeri apet ka me bullizu ty, tu është prej ndjenjë sa është shumë kaq. Qysh ka shumë edhe ma herët, unë e kom ja kom këthy,
Komenu që është mirë mja këthy edhe me dit, amo jo. E se nuk jë ndi rahat, qyshe që ka më herët, nuk moj, se unë e di që është bullizme, e kom përjetua dhe nuk moj të mja këthy, s'nina rahat. Se dhe është ma keqa se aj një djarë, kërë më ka thonë mu fjallë të qia, që më ka bo mu një keq, unë s'ka mujt ma, qatë që e kom lishu vetën, edhe më ka ardhi nati se ajve më bo muaj me qartë, edhe kom qartë para kitë klasës, edhe më teke qyshi nati me pa dikush të kajtë. Ta shembull, është pjesa që kur më ndezojnë ndonjëherë edhe dush një arkspea me për mu kjo nuk ka vlejti. Këm di fjallë me thonë, jo mu drejt për drejt me thonë, po kështu do me thonë që kanë ardhur me thonë të fuel me njëri tjetrin. Ma shpinë. Po edhe nuk është që më kam prek do me thonë, ndoshta edhe pse kam pas këtë, do me thonë shpër thonë, më kom vetja gjithë dhe nuk është që më handi shumë se kush çka ka fol. Po një pjesë që më prek është pjesa që notat me të falme, notat për të prindit, për do të thonë familjes me një ftësi, mund kjo pjesë do të thonë shumë shpesh më prek edhe është pjesa që unë e shoh do të thonë e vrej vetë që unë e puni shumë sirin për këtë arsye që me pa që nuk është puna prindi ose një familjar joti me punu edhe ty nuk punu fezë do të thonë sa do të thonë ti e shën mësimin ty edhe notat kanë me tra nuk është pjesa do të thonë në disa raste pa do të thonë shumë shpesh kam pa edhe në klasë teme edhe në për gjenerat që notat janë falë për hir të prindit për shembull ama për nuk janë ka vlet kur. Do të thonë gjithçka që kun rri notat, do të thonë doja eme në për sken, u kon gjithë që e kun do dat. Do të thonë printe me asnjëherë nuk u përfshi kërkond. Do të unë e vjana shumë unë e djej vetën si pak më dallume se në shta prindin tem nuk e njohin këtë arstimtar, ama diqysh me mja falë notën një nxanë si tjetër si lloj bullizimi, si dyqysh është shumë keq kur një nxans e sheh shokun e vet të e marrë fesë familjet atë për diore edhe ju kisha thonë nëse ju ndodh që kësan gjithë kur i nati lufton dhe e bënë më të mirë edhe e dini që e keni fitu për në e komodizu apo e shumë edhe kur nuk e bullizme ore e bullizut për më ka thonë dhe kush e të shka për ka bullizit për të shka ja ku marrë asë rëllë me të madhe për me të bullë edhe mua u vjen natë kur ja falin notën, kur e qenë njofen, mua nuk s'ma me rrindje që ma kanë falë notën. Është pjesa që ndihesh keq se ti po bën mund për atë notë, edhe dikush pa mund heq e merr notën e njëjtë me ty, do të thonë ti ndihesh shumë i olt në atë pjesë. Unë nështë të thonë ma kanë falë dikush notën, ama mua ma falë notën u vjen i lafte. Se dikush që e kam rritu, si për shembull, unë se kom e rrisë klas, për me pas e rrisë klas, kjo ka luftu për atë notë shumë, a unë s'ku luftu hec për shembull. Edhe mua ma ka qitën për pa me rritë pes, edhe kësaj i vjeshti natë se kjo ka luftu qatë shumë për me marrë qatë notë, që mua ma ka qitën pa me rritë, e kësaj ja ka qitë qëtë notë. Nuk është pjesa që vjen i nati, është pjesa që ndihesh keq. Edhe është pa drejtësi. Po. Shumë e pa drejtë kur ti e ndjen vetën sikur pak më të nashvaluar, diqysh arsimtari jot me vo këtë cendo shumë të keq, se kur e di që një nxans është e marrë një notë që nuk e ka meritu kosë, është diçka në ndjen për mu shumë e keq që më ka ndodhur shumë herë, ose na për gara, ose na për skenë, ose kudo që kom shkun krati më ka ndodhur edhe e di çka është ky stan. Edhe unë e mendoj se çdo arsimtar kish bo me vazhdu edhe me dalë të thënë. Edhe nëse cilën për neve besoj që i ka ndodhur kjo s'paktën një herë në ndi i shkallin. Ja ndodhur çfarë më. Edhe më vjen në natë shumë të keq se edhe shumë njerë të më thonë, se më shumë që hen ka një të kërras, jo veç një ditë, po çdo ditë më ndodh kërras, se prindet e me, po që tila, është ka ardhur i natë se e ka marrë do venda, si ka meritue dhe kitë në konë me t'jashëm, unë e pranoj se ku meritue dhe po e ka pas shumë që ma të mirë se unë. Ama unë ka ardhur i natë kur një qikë që ka po shumë lirë, se s'ka marrë vend hiç, ama një qikë edhe ja ka po shumë lirë, ama me të hampo.
Edhe unë vjen nati kur klasë, për shembull ti, nuk e marrë atë në që feda, e shoki jo, të shoqe jo të e marrë, edhe të thonë, ja, po si për shembull, unë e ku varë 5 ti se ki marrës. Që e shumë vjen nati. Edhe pse ndashta, une, kur ma ka nuk në që shtok, ka ardhi nafte edhe unë ku në kësoj që të vëherë. Të unë edhe të një landë, Kam jem mundu maksimum për natën time, edhe nesër kur e kryta mësime, do me thonë, nuk e mëra qa pleki. Krejt i thash, krejt qka u dasht, krejt s'ka pas, sen që ka mungu. Krejt, e dikush tjetër që, nuk po thëm që ajo është ma e olt, ose ajs, amo dikush që nuk i kish interesu, se ajo vetëm ka kalcu mu e tha, nuk më thu hiq. E mor në të pa falë. Që kjo mua shumë më bengaj, e tani kur vjen puna ta në hjesa, arsimtarë ose arsimtarët thonë, prit po akohen. Nuk është për kalite që në të imi të akët, po është një arsuja. ato për drejtët të Dhe mua më pëngan, kur arsimtare shteja e pëtikona një që të rotë, se nga veritu ma jem një rotë, edhe kur akohen, prindëris që nuk kanë kohën, të shumë unë alë para në arsimtarë, pëse më është makri tofu e për meritu, a se e kërë dorë. Ata thoi, më sfani, se të po anë kohën kërëm. Okej, falenderoj shumë që i ndajtet me mendimet tona me neve, edhe për më pëlqen që do e thonë, se cili e keni një mendim ndryshe, se cili jeni ngjetë faktën një herë në jetën e ju të buddhizëm. Edhe i kisha thonë, kushdo që ka me pa këtë pjesë, o zbullizoni se po na shkaktoni dëme të shumta, si në shëndet mendor e në shumë aspekte tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit.